episodin e kësaj jave të emisionin 112 do të jemi me komisariatet numër 3 dhe komisariatet numër 4, ndërsa patrullat i përgjigjen një rasti për një person që ka humbur kujtesën në parkimin nën toksor të sheshit Skënderbej dhe një tjetër rasti të një mjetit braktisur në mes të rrugës, që krijon dyshim se mund të jetë përdorur në një ngjarje kriminale. Është e shtunë. Në mbrëmje një njoftim vjen në sallën operative të kryeqytetit për një person që është i gjakosur dhe pa vetdije në parkimin nën toksor poshtë sheshit Skënderbej. Në kapin e dytë të parkimit, është një person i gjakosur. Të cili parking e Eclipse? Parkimi një veshë, në kapin e dytë të parkimit. Po kuptova, po kalem e njerë. Dhe një herë e Eclipse. 17 e Eclipse. Patrulla e komisariatit numër 3, me të cilën jemi edhe ne, niset drejt vendngjarjes. Mjeti i policisë afrohet me urgjencë pranë hyrjes së parkimit nën toksor, ndërsa aty efektivët duhet të lënë mjetin për shkak të qarkullimit të rënduar të automjeteve dhe duhet t'i afrohen vendit të raportuar në këmbë. Sipas informacioneve, personi gjakosur ndodhej në katin e dytë të parkimit nën toksor të automjeteve. Por efektivët nuk po konstatojnë ende asnjë person që të ketë nevojë për ndihmë. Eclipse 18-a. S'ka gjë. Po këtu te parkimi jam Eclipse, por nuk ka person gjakosur këtu. Mora kontakt edhe me roja të parkimit. Në një moment një qytetar me letra të gjakosura në duar u afrohet efektivëve dhe ju thotë se nuk mban mend gjë. Ti je? Ka godit kush apo si? Nuk mbaj mend asnjë gjë, veç gjej vetëm kështu tani. Po vetëm isha ti, vetëm je. Parkova makinën këtu. Po. Edhe nuk e di çfarë, s'po mbaj mend asnjë gjë. A je mirë të paktën, do të frasim dhe ambulancë. Mirë. Do keni nevojë për mbajmend asnjë gjë, ambulancë. Po pram një ambulancë po ashtu përderisa se nuk mbajmë. Djali thotë se kishte parkuar mjetin aty, ndërsa më pas nuk mban mend çfarë kishte ndodhur. Ka godit kush? Unë godit, mbajmend asnjë gjë tani. Je i smur. Gjeta veten aty, po jo. Ke ndonjë problem shëndetësor? Jo. Nuk vun nga asnjë lloj smundje. Da, thrasim një ambulancë që kesh edhe një kontroll. A je mirë, je i sigurt? Iriu thotë se ndjente dhimbje në fytyrë, por nuk kishte nevojë për ambulancë. Kendo një pretendim? Mbaj mend gjë apo ke gjë pretendim? Ndërsa efektivët përpiqen të marrin më shumë informacion për atë që mund t'i ketë ndodhur, ky iri duket konfuz, ndërsa realisht nuk mbante mend asgjë çfarë kishte ndodhur. Nuk është e qartë për momentin nëse personi ka humbur ndjenjat apo është goditur nga dikush dhe ka rënë duke humbur kujtesën. Djali nuk mban mend, askush i ka ndihmuar apo i ka dhënë letrat për t'i ndaluar gjakun nga hundët. A t'ka dhënë kush ndihmë parë përderisa ka ndihmu kush? U çove vetë? Mbase, jo, po se besoj se nuk di të them. Jo, vërdet. Diçka e çuditshme tani, nuk e di çfarë ndodhi. Jam komplet. Shumë pranë mjetit të parkuar nga djali, mbi rrugë ka edhe njolla gjaku. Efektivët pyesin nëse ka nevojë për ambulancë, por ai refuzon.
Ata afrojnë një ambulancë për sigurinë tënde për më tepër për shëndetin. Jo, thjesht majmën, jo se... Po e mira është marrësh pak të ndihmë mjekësore. Për veten tënde. Simptoma tani, po s'është se kam problem, nuk është se kam... Mirë, nuk është nevoja tani, pastaj kur të dalësh nga këtu i bëje një kontroll. Efektivët i bëjnë të ditur djalit se nëse ka pretendime se mund ta ketë goditur dikush, ai mund të bëjë një kallëzim dhe në këtë mënyrë policia nis hetimet duke parë edhe kamerat e sigurisë së parkimit. Tani problemi është sepse ti s'bën dan asgjë. Qoftë se ke pretendime, ndihmojmë ne, do të shkojmë për klasën e oficerit. Ne s'ta imponojmë dot veprimin që do të bësh ti. Problemi është, ne të këshillojmë, do në ambulancë, dëshiron ta ndjekësh. Jo, ju faleminderit, jo, nuk për ambulancë të besoj. Thjesht kisha dëshiron ta ndjekësh, të dërgojmë në komisariat, do të ndjesh kërcënu, të dërgojmë në makinë policie, nuk është problem. E kupton? Teksa minutat kalojnë, të riut fillon të kujtohet ngjarja. Tani po fillon të kujtohet. Këto vatëzia vënë këtu, po ishte dikush po e mbante, edhe bëra debat me të. Okej, ta njëftëm një ambulancë, Po jo më besojmë ka godit aty, po ti... Okej, hajde me nete të dhe komisar. Po le komisariatin. Jo tani se... Mos më keq kuptova. Jo, ti do punën, faleminderit, sinqerisht. Çfarë do bëjmë duke vajtë komisariat? Ai ishte zënë me një person tjetër për vendin e parkimit, ndërsa dyshon se ai mund ta ketë goditur më pas me grushte. Jo, nëse dëshiron ta ndjekësh, është në dorën tënde, e ke ti, kupton? Tentoja të zgjidhja parkimin, tani po vjen të kujtohet. Po besojmë ka godit, se kam pasur shumë pak, shumë pak. Tani po më vjen. Atë të lutem, atë tani se do deshe të bëjmë një ambulancë, dhe shkojmë ambulancë në spital. Edhe pastaj, jo më se janë dhe 20 njerëz jashtë. Efektivët e këshillojnë të bëjë kallëzimin penal në komisariat, por djali refuzon. Efektivët e policisë e këshillojnë që në çdo moment mund të kalojë te komisariati numër 3 për ta bërë atë nëse djali ndërron mendje. Mirë, nëse ke ndërmend të bësh kallëzim, mund të kalosh te komisariati i policisë numër 8 rrugën Mina Peza, okay? Ndërsa largohen nga Iriu, efektivët bëjnë një patrullim në këmbë brenda parkimit nëse pikasin në një person të dyshim që mund ta kishte goditur djalin pas sherrit për parkimin. Në rastet e tilla kur qytetari nuk ka pretendime dhe nuk kishte në rastin konkret nuk kishte nevojë për ndihmë mjekësore, atëherë ne vazhdojmë shërbimin normal sektor. Dy orë nga ngjarja tek parkimi në toksori i qeshit Skënderbej dhe djali telefonon në 112. Ai tani e kujton të gjithë ngjarjen, dëshiron të bëjë kallëzimin penal dhe këshillohet për t'u drejtuar komisariatit numër 3 nga operatorët e 112-s. Përshëndetje, para rreth 2 orësh më goditën tek parkimi në qendër të Tiranës, te parkimi i bashkisë. Mirë, po çfarë nuk mbaja mend, tani më shpituar dhe do doja të bëja një denoncim. Ma ndjenja të këtu çfarë më kujt se kisha iden. Tani do doja të bëja denoncim. Ndihmon ku të mund të drejtohem këtu? Tek komisariati numër 3 tek Mina Peza. Gjatë orëve të mbrëmjes, në vazhdim jemi në patrullim me efektivët e komisariatit numër 4. Patrulla ndodhet në rrugën 5 Maj, ku një qytetar i njofton për një mjet të lënë në mes të rrugës në fund të kësaj zone. Patrulla afrohet ndërsa gjendet një mjet në duke i braktisur në mes të rrugës.
Verifikoj targ mjeti Tiranë 91. Sërite? Që pak më parë? Tiranës 91. Kuptova për sqarime do të marrë telefon. Mjeti tip Jeep, ngjyrë gri, është lënë në mënyrë të dyshimit mes rrugës, ndërsa efektivët raportojnë tek salla e komandimit targën e mjetit dhe kontrollojnë me elektrik nga xhamat se çfarë mund të ketë brenda tij. Dyshimet janë se mjeti mund të jetë përfshirë në ngjarje kriminale. Efektivët vendosin dorezat dhe provojnë të hapin dyert, por ato janë të kyçura. Është mbyllur. Eklipsi 27. Këtë targ që verifikum neve është një Jeep ngjyra gri. Është lënë me mur fund rrugës 5 Maj në mes rrugës. Duket në pamje të parë si e braktisur, por mjeti është i mbyllur, nuk është i hapur. Por më shumë detaje do të marr në telefon. Atëherë do të flasim me sallën edhe do të komunikojmë nëse është e nevojshme mundësia një karrotreci ta marri. Do ta verifikojmë dirë në telefon si është targa, përputhet me mjetin apo jo. Shikojmë mos ka ndonjë problem, pastaj do komunikojmë vazhdimsi. Atëherë si targ është rregull, del pronësinë e një shtetas. Marrë informaciona për këto banesat. Do raportojnë te kanali tyre dhe drejtor. Policia, të lutem, a vjen pak? Si jeni? A u lodhët? Mirë? Na fali për shqetësimin. Ky mjeti ka kohë që rrin këtu në fund. Nas dim sa. Mjeti është rregull, po thash mos e keni komshi e njihni. Jo, po sa zotëm na. Efektivët e policisë komunikojnë me banorët e një shtëpie pranë rrugës ku ndodhet makina, ndërsa as ata nuk kishin dieni se çfarë mund të kishte ndodhur shoferit të mjetit. Dhjetë minuta pasi efektivët ndodheshin te kjo zonë duke u marrë me këtë mjet, afrohet një qytetar. Okej, nuk ka problem. Mos e vrit me njën. Vetëm na paraqiti dokument, si kemi ti? I dokument, i patent edhe dokumentat e mjetit. Do të bëjmë edhe i kontroll. Po, çfarë të du? Çfarë du të kontrolloj? Sicurazione compresso. D'accordo. Patente ti abon gjithë. Mirë dokumenta dia si fillim. Një sekundë, së më Kono çet do qefi. Ku i kish mindi? Ja do afli punë. Të punë shokaj. Punë shokaj.
zotëri. Hajde këtu me mua, hajde këtu me mua. Hajde këtu shih veprimet e mia. Po, kaloj. Unë kam besim që ju theni Është mënyra e procedurit. Ja, jeni shteti. Përgjoj. Po jeni o qauzë. Ligësimet e të kryqëzimi do të finit atje, mos ka probleme me qarkullimin. Po, kuptova. 33-6. Ordrat, gjoj. Të përra që të ura e shkodë se ku bëhet trafik zonëri. Po, të këtova, të jemi asër, po në mëjtënoj, po në përvendë. Një më dhida për të të rishtë. Të gjë qatë. A do me të të kryqëzimit të ura e taj valit të të Do vodi djali. Ju dhida të kryqëzimit të më të gjë me të ashtë. Unë do dhe situacionin së t'ja kom bërë Edhe patentën këtu të? Po edhe patentën të apën tani. Mbyllë, s'ka duhen. Ha? Nuk mbyllë, nuk ka duhen. Po më lërë nafta, për zotë me vëse më lërë nafta. Nuk ka problem. S'ka asnjë problemi. Një qytetar i boni vështypje, e verifikojnë, s'ka problem. E ku e ke? Do vetëm se më lërë nafta, se nuk e... O detyra juja, jo, po nuk kam asë gjë, për policinë kam respekt, sidomos për ju çunat e ri kam respekt, sepse ju nuk të bini qatë, mos patët një shkak. Brenda në makinë nuk rezulton asgjë e ndaluar dhe efektivët këshillojnë drejtuesit t'i hedhë naftën dhe ta largojnë mjetin nga atje. Mbaroja të hudhin naftë që ke për të bollë dhe hik largoj mjetin. Faleminderit shumë. Sa? Erdhi drejtuesi i mjetit, shtetas kishte një problem teknik, nuk ka probleme për ne, po largohemi normal. Patrulla e komisariatit numër 4 rikthehet në patrullim normal. Një njoftim nga një tjetër qytetar në zonën e rrugës 5 Maj vë në veprim patrullën e komisariatit numër 4 që ndodhej aty pranë. Qytetari u tregon efektivëve se një person vjen dhe u hedh ngjitës atak dorezave të dyerve të apartamenteve dhe bizneseve, ndërsa dyshojnë se mund të jetë hajdut. Kalunë 3 ditë, si kalunë 3 ditë. Gjithë shkallëve, në kafele, kënë edhe me kamerë me gjithë filmime gjitha. A që për mërë atak, edhe i pikon të bravo që të putën qelsa që të rinë, dyre të hapë gjithë natën. Kuptoj. Është në hajdu të për mund të bëj një se menojmë në remnem, më kejë. Të kene i pame të shikënjë? Kemi që për s'jam shumë pasra. Qa orë zakonisht? A i vjen 10, vjen 9. Sa vjeç mund jetë avërsisht? S'na duhet shumë qartë, unë po e që kamerën që kanë tu jashtë të oborit, të punë të shkalla, këtu vjen zakonisht, e ke shkalla të uaj. Qytetari e ka filmuar edhe me kamerën e sigurisë, u tregon efektivëve. Efektivët e policisë i këshillojnë banorët për të bërë kallëzim, ndërsa patrullime më të shpeshta do të bëhen në këtë zonë nëse konstatohet në flagrancë duke hedhur ngjitësin. Efektivët patrullojnë zonën nëse pikasin ndonjë person të dyshim.
Nuk konstatohet asnjë person gjatë kontrollit të kryer nga efektivët. Tani mbetet detyre punonjësve të tjerë të policisë që do të merren me analizimin e pamjeve filmike nga kamerat e sigurisë për ta identifikuar këtë person. Patrulla e komisariatit numër 4 rikthehet në patrullim normal.